Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin mbi më të zgjedhur e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, në këto pak minuta të kësaj hutbe, që falenderoj Allahun xhaleshanu që na mundsoi me qenë së bashku pra në këtë xhami të veçantë të kryeqytetit tonë të Kosovës sonë. E lusë Allahun xhaleshanu të na bën për atyre që i dëgjojnë fjalët e i pasojnë më të mirat e tyre, më bën mu spari nga ata që përfiton nga ajo që ka flet, edhe vepron bazë të asaj që ka flet, e mandej inshallah edhe juve ta kuptojmë njëri tjetrin, po edhe inshallah të veprojmë bazë asaj që ka porosit pra Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi alayhis salam. Në këtë raste të pas parasysh që ne vërtet fshetisim tash ndoshta në për xhamit e ndryshme, duke mos qenë imam i rregullt në xhamit vet hoxha, kur del në një xhami të caktuar, vërtet është në hall se a thu cila kish me qenë tema që ja vlen me e trajtu në një xhamat që nuk është imam i rregullt në te. A thu se cilat janë preokupime, cilat janë telashet me i qujt ashtu që vërtet na preokupojnë si shoqëri, si Kosovë edhe si ummet, e që i dashur vërtet hoxha me i trajtu edhe eventualisht me dhanë ndonjë këshill edhe ndonjë porosi rreth tyre. Jam i bindur që secilit prej jush ju sillen në për kokë tema të ndryshme, probleme të ndryshme. Edhe vërtet është vështirë që të përcaktohemi se për cilën me fol. Janë aq të shumë të asaj në cilën të hyjmë ndoshta vërtet kish me qenë qëlluar, por megjithatë njeri mundohet me mendu ndoshta se cila kish me qenë për momentin eventualisht temë që eventualisht nuk ja kemi dhënë ndoshta ende hakun sa duhet, edhe që eventualisht kërkohet prej nesh që me e trajtu. Këto ditë drejtëm ju thonë ka disa muaj që më ka mundu edhe pse jo për spariherë, po më ka mundu shumë një problem që e kemi tepër të përhapur në shoqërinë tonë. E që mendoj se vërtet është një problem që neve na frenon në aspektin e veprimtarisë sonë, në fushat e ndryshme, me gjithë sukseset që i shohim që i kemi birë një la, s'paku tash për pas lufte po flas, e që padyshim se nuk jemi pa suksese, nuk jemi pa anë pozitive që janë bërë, janë po bëhen, po veprohen, po punohen në këtë Kosovë tonën. Padyshim se ka anë pozitive të shumta, por edhe të njëjtën kohë jemi dëshmitar që po të ishim pak më në rregullt në disa çështje, në disa mangësi që po i kem, jam i bindur që sukseset në të gjitha fushat e jetës kishim me i pas edhe më të mëdha se këto që i kemi sot për sot. E që ato që neve na frenojnë, pra që me i arrit sukseset të mëdha, me i realizu sa duhet, janë disa mangësi, disa harame në cilat po bim si shoqëri e të cilat kanë bëjnë me një ndikim të përgjithshëm që na godet dami i tyre të gjithë shoqërinë e jo vetëm një individ apo një familje. Pre problemeve të tilla mendoj që e kemi çështjen e trashëgimisë në Islam. Çështjen e trashëgimisë që është temë tepër e gjerë, e që nuk flitet edhe nuk trajtohet brenda një hutbe. Por një që është pak më problematike më brenda kësaj, edhe pse është temë që trashëgimin Allahu xhaleshanu është interesant që shumë prej temave që Allahu xhaleshanu e ka shpjeguar në Kur'an i ka dhënë vetëm ndoshta simbolet edhe ne i ka dhënë shenjat e temave, por i ka shpjeguar pejgamberi sa në hadithe. Mandej është dashur edhe ulemaja me i shpjeguar me thellësinë e ilmit të diturisë e hikmetit që e kanë. Por kur fjalat e trashëgimia as pejgamberi alayhis salam s'ia ka dhënë e as ulemave, veç ka thonë mësoni merrni si duhet prej Kur'anit edhe e keni të tërën e keni të qartësuar në Kur'an. Se kujt çka i takon nga aspekti i trashëgimisë, kur dohet prinja, pra ndrojnë jetë, pasuria që vihet e kështu me radhë. Është temë, po them prap, tepër e gjerë, por unë jam të dashur dy fjalë me i thonë rreth një problemi që ka të bën me mos trashëgimin e motrave, vajzave, kur fjala tek ne ky problem që është vërtet çudi e madhe se çfarë gjendje katastrofale e kemi kur fjala për këtë aspekt. Ne si shoqëri mendoj bin 90%. Tek ne vajzat apo motrat nuk trashëgojnë nga pasuria që ju takon. E që mendoj se është vërtet një haram i madh, është një padrejtësi edhe një zullum i madh që është duke u bërë në shoqërinë tonë, edhe nga ne që jemi të cezis, edhe ne që jemi të xhumos, po edhe të 5 vakteve.
Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn ila akhir al-aya. Allahu xhaleshanu ju porosit, ju obligon kur fjala e trashëgimis, po i takon pra djalit sa 2 vajzave. Po që ky është vetëm një rast kur fjala e trashëgimia që fillimisht do shta duket një lloj padrejtësie, dikush që e merr bukfalisht dhe me një herë ngutet, me thonë se qysh mas pari vajzës po djalit pi takoj kanë 2 hise e vajzës 1, nga pasuria që e lën prindi. Po në fakt ky është vetëm një rast fillestar, po në fakt kur fjala e trashëgimia mbi 20 apo 24 raste janë të trashëgimisë që ka të bënë në cilat në shumë prej tyre vajza trashëgon njëjtë me vllaun apo me djalin, po edhe ka raste kur trashëgon më shumë se sa. E tash mos flasim kur fjala e asaj që e merr hisën e familjes, mandej edhe kur bashkohet me hisën që e ka edhe burri e kështu me radhë. Pra nëse e detajizojmë dhe him pak edhe studiojmë këtë temë, kemë me pasë vajza është e privilegjuar e nuk është në asnjë mënyrë e dëmtuar. Por problemi është që ne që po porositemi në Kur'an nuk po e zbatojmë. Edhe shka nuk i dhojmë fare hise, fare nuk i dhojmë të drejtën trashëgimin që i takon vajzës. E bëjnë këtë zullum mas pari vetë prinja, vetë baba edhe nana, po mandej edhe vlezrit. E që vërtet është çudi e madhe që ka mundësi, e nëse vërtet jemi të kujdesshëm. Ti o djalë, që baba që i ka mundu me të nderu ty, duke të dhanë ty pasunin, duke mos i dhënë motrës, vajzës. Nëse ti e don atë babë që pas ka ndru jetë, atëherë bën e hapin ti tash. Ti vendos edhe shka bëje ndarjen e pasurisë, një ndarje të re. Ktheju edhe shka bëje ndarjen e pasurisë çush ju takon, ty edhe çush i takon motrës apo motrave. Edhe që vërtet, pra, ktheu hakin edhe nderu edhe babën, edhe shka liru e prej këti harami këty gjunahe që e ka bo. Ka shku atje, duke mos jalon vajzës hisën që i takon, ti që i djalë që i dën, edhe që nëse e respekton babën tënë, lirojnë nga ky mëkat që e ka bo sa ka qenë gjallë. Edhe shka ktheu hisën, bëjnë ndarjen e rejtë pasurisë, ktheja hisën dhe motrës. Po eventualisht, ka prind që pas kanë ndru jetë, po s'kanë fare se kanë bundarin e pasurisë. Edhe vllazni tash smuj se qka, jo, une smuj mi dhanë, une pasuni, une tash, burë atje, një fisit huj atje. Për i dho pasuni, po si e mëre fisit huj, për jetu i dhanë në atë botës tane, jetu i dhanë e vladit tënë, vajzës tane. Qarë mentaliteti o kjo? Une po pranoj si prind, vajzën time mja dhanë, për nuse, për bashorte, një djali që po, normal që s'do të me qenë familjarë. Unë po pranoj një gjë të tillë, ajo që është loshke zemrës time, po pranoj me dhon për bashorte e pasurin, po më dhem ka kjo, po bëj kam janë se mashallah pjallësha unë njerit huj. Qarë mentaliteti o kjo? Për fat të keq, kësi gjona këtu i ndëgjojnë vazhdimisht mesin tonë. Qka jo pasuria apo e drejta, trashëgimia e vajzave e motrave që i ka vizita, e pamja që i presum da, mashallah edhe këte po të shumë e kontestu, nëse pe merë kanë hisën, ju mshele derat e vllaznia. Qfar mentaliteti, qfar gjendje, për fat të keq jom i bindun që e kena gjithkun në shoqërinë tonë, në Kosovën tonë, gjithat e regionit për fat të keq. Jo se ajo e pas ka derën qelë për vizit, mashallah. A nënën tjetër, kur pe shofim që vërtet vajzat tona, motrat tona nuk po na respektohen nga dera në cilën kanë shku, duke fillu nga bashorte, mandej vjehria e kunet e kështu me radhë, po thëmë qysh s'po na i respektoj, po te a respektove mas pari. Apo të qefti që vajzën tane, motrën tane me qunë në derë të ati bashorti, duke qenë krenare, me qenë mburur. Po qysh ka me qenë kur ti vërtet e ke respektu, kur ti a ke dhënë, po jo mërë vëlla, po të kalushme në vlezrit, kanë qenë ata të cilët nga pasuria tyre ju kanë dhënë motrave tyre. Nga ajo që jo kanë haki tyre, jo hisen ajo s'to diskutu. Po nga ajo që kanë posta i gjithmonë i kanë përkrah motrat, i kanë përkrah vajzat, ju kanë ndihmu, i kanë e sot na, jo e pas ka derën qenë për vizit, se pjam shirë shumë dhe derën atërë. Dhe më është qashtje që vërtet, pra ti që eventualisht je vëlla, je djallë që i pas ke përcjell prindrit, edhe ata se kanë bërë ndarjen e pasurisë, ti tash ti mos e lejo veten
që me ushqy veten me haram, me ushqy familjen me haram, me ushqy evlatët e tu me haram. Nëse vërtet e bën këtë që nuk ja jep hakun motrës, ti je i bindur edhe atë shumësi pasurisë që është aty ke punu, ke gjallëru, ke bo biznes të madh, e ke fituar 10 miliona, po për shkak të asaj pasurie që është hak ndoshta i vogël, si ja ke dhënë motrës krejt atë pasuri që e ke fituar, ke bo haram. O vëlla, pastroje pasurinë tonë, bëne hapin tash edhe çka, ktheja hakun motrës. Nderoje motrën edhe mos e bë motrën, me thonë, jo Allahu xhefeni, motra spedojnë, vetë se lypin hisën. Çu shme lyp ato të shkretat. Ja u kemi pru punën, zguzon as me mendu motra e shkret, me thonë, valla, po, kërkoj hisën pe që më takon mua në familje. Jo, s'pe lypin motrat, se lypin se na ja u kena imponu. Ja i kemi detyruar që të me mendu edhe ai shteta, çka zguzon as me fol, zguzon as me përmend hisën. Pra, është problem vërtet real, për atë po thon, jam të dashur edhe me qëllim jam të e trajtu këtë temë dhe jam të e fol kudo që po shkoj. Sepse vërtet e kemi problem jo të vogël. E kjo çështja e asaj që me jetu dhe me këtë atë mund që e bujmë, këtë atë pasuri që e fitojmë, e cila është vërtet tepër e madhe, e shohim që e shndrojmë në haram, e kur ne ushqemi me haram. Pejgamberi sa më rastisht ka thënë, kullu jismin nabata min suh fan-naru awla bih. Çdo trup thot që rritet tu hon tu pi, që shtetohet, që mashkut mbahet pra me haram, me pasuri haram, thot zjarri është i pari që ka me godit atë. A trup. Çdo trup që rritet, që ushqehet, që mbahet pra me haram, nari apo çka zjarri ka me qenë i pari që ka me godit atë. Sa raste i kemi të tilla për fat të keq vëllezër dhe motra. Inshallah po them vërtet, i thirrim mendjes edhe e bëjmë hapin që nëse eventualisht prindja kanë bërë kësi zullumi, na t'i lirojmë nga ky mëkat. Po nëse ata na kanë lënë neve dhe na tash e kemi bërë një mëkat të tillë, le ta përmirësojmë edhe shka le ta bëjmë hapin që m'ja u kthy hakun, m'ja u dhon hisën, m'ja u dhon pra trashëgimin motrave e vajzave, e mos me bërë kësi zullumi që për fat të keq 90% e Kosovës sonë është në kësi gjendje për fat të keq. Allahu inshallah na përmirëson, s'po du me zot, po vërtet mendova që jam len edhe duke ju drejtu mas pore vetes, po inshallah edhe juve, po edhe ata që eventualisht na dëgjojnë, inshallah don Allahu xhaleshanu përmirësojnë veten, e përmirësojnë pra edhe pastrojmë këtë Kosovë nga këto lëshime e harame, e cilat po them prap po na frenojnë. Po na frenojnë në të gjitha zhvillimet e jetës, si në aspektet domthonë shoqërore, si në aspektin e arsimit, si në aspektet morale, si në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik. E që na shohim se vërtet çfarë realiteti po tregojmë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.